Ma si dhe fustani në shpirt, falim. është i lëvishëm pak më ndryshë këto. Nuk erdha të merja merita aty, o Gerta. Nuk erdha të merja merita, nuk më intereson. Mu më intereson të që Lori të merte atë që ka meriton dhe që ka donte. Sepse unë kam marrë qëndrimin e asaj vajze që në ditën e parë që kam marrë këtu. Dhe mu nuk më shdhon dora nga Jozmarku, vetëm për këtë arsye. Ka hynë shtëpi dhe s'ka dhënë dorën. Pse? Po se kam marrë qëndrimin e Lorit, që ka faj djali huj, ka shtia asaj, pra ta lot që ka derë dhe ajo vajzë. Këtë qëndrim kam marrë tonë, që në ditën e parë. Dhe i kom dalë për zot deri në fund. Nuk kom marrë me marrë merita. Se s'to marrë merita për situatet e tjerëve. Unë do jap kontributin tim, në sensin që më duket diçka e pa drejt, do mundohem, do bëj pjesën time. Ai Jozi nuk ja dha dorën të gjithëve. Po me mua kishte personale, se e diskutum. Tha kina gjëna me fol, i thash e di që kina gjëna me fol, sepse kom folun me Lorin në shtëpi, kom dhonë opinionin tim, qëndrimin tim. Në fakti që ju keni më shumë ditë në shtëpi dhe keni situata më shumë me njerëz, nuk do të thotë që unë mund të mos kem situata, se mund të mos kem krijuar afrimitet. Vjen dhe më thua mua që denigroju njerëzit tu, ndërkohë që mbështet një surrat si ai që ka dalë me zarf të zi. Hajde, ju rrov shoqëria. Hajde me mua X-in, me mua X-in, ta thash që dje vendos një mur, edhe mua mos më hajde më përpara me akuzat e tua, se nuk më bëre dot për vete, për ndjekur strategjitë e tua, nuk është fajim, unë budalla nuk jam. Strategjitë e tua, shko e bëja kujt t'i mbane dhe kush të t'vin nga brata, se unë ty t'jam qasur për ndjenja të sinqerta shoqërore, Danja Koka. Tani mbaja të denigrusin më të madh të kësaj shtëpie këtu, edhe hajde më titullo mua me atë titull. Tani ik, vazhdo fol me veten. Që të trajtoja si informator në përshpi. Dakor? Fol me veten. E po kur si arrite qëllimin, mu vure kundër. Kur nuk ja arrite qëllimin, mu vure kundër. Kur nuk ja arrite qëllimin, mu vure kundër. Mu vure kundër kur si arrite qëllimin. Turp të kesh. Ti edhe kjo banda jote e idiotve që të ndjekin nga pas. Turp të kesh ti dhe banda e idiotve që të ndjekin nga pas. Mbarove? Po mbarova edhe ti duhet kesh mbaruar. Vazhdo. Turp të kesh ti. Që mendon vazhdo, mos u merr me turpin tim ti. Me turpin tim mos u merr ti. Me turpin tim mos u merr. Ka qenë strategji, duhet kesh turp ti. Jam qasur edhe për të pasur një mbështetje për gjërat e mia, por më shumë për të të mbështetur ty. Si me situatat me Xhibanin, si me keqardhjen që patë për Eglin dhe për gjërat e tjera personale që kishe mendjen. Jashtë shtëpie. Kështu që mos mi hidh mua. Të falenderoj pa mas. Mos mi hidh mua këto akuza, Danja. Nuk të kam bërë asgjë për të mos me ta ditë Mundo të dëgjosh, të ulësh pa kokën dhe të shikosh kush është përreth, sepse ti je unë dhe vetëm unë në këtë shtëpi. Po mirë, ti qofsh për veten, me mua vendosa atë murin që tash dje dhe mos më qas më. Mos më qas më me akuza,